Dita e nesërme do të jetë po aq e ndezur sa edhe sotmja në ligën e kombeve për shqiptarët. Kjo pasi do të kemi një tjetër përballje me Serbisë dhe Zvicrës, që kanë qenë kaq shumë të shpeshta në vitet e fundit. Për fatin e mirë, gjithmonë shqiptarët kanë fituar në këto përballje dhe nesër pritet të ndodhë po e njëjta histori për Granit Xhakën. Kjo ndeshje do të jetë shumë delikate, pasi dihet historia e tij në ndeshjet kundër serbëve në të shkuarën. Përpara këtij takimi, Serbia ka zgjedhur që të ndryshojë stadiumin, pikërisht për shkak të mesfoshorit shqiptar, pasi nuk garantonin dot sigurinë nga frika e huliganëve në stadiumin ku luajnë gjithmonë. Serbët kanë zgjedhur që ta transferojnë këtë ndeshje në një tjetër stadium, në Leskovac. Në Leskovc, qyteti i Leskovcit ndodhet pranë kufirit me Kosovën dhe deri në vitin 1878 banoi më shumë nga shqiptarët, që përbënin më tepër se gjysmën e popullsisë. Para vitit 1877 kishte 24.000 banor shqiptar dhe 22.000 banor që i përkisnin serbëve, bullgarëve dhe kombësive të tjera, por më pas shqiptarët do të largoheshin me dhunë prej andej për t'i dëbuar në një tjetër strehim. Kështu Granit Xhaka do të kthehet në vendin e origjinës së paraardhësve të tij, pasi Fisi Xhaka u shpërngul nga ky rajon në vitin 1878 dhe u vendosën në Podujev, sipas detajeve të publikuara nga faqja e njohur në mbështetje të kombëtares shqiptare Albania Team. Kështu, Granit Xhaka ka dhe një motiv më shumë për të dalë me sukses në mbrëmjen e nesërme, pasi do të luajë në shtëpinë e tij.